Një grup I lartë ekspertësh të Bankës Botërore kanë vendosur në tryezën e qeverisë shqiptare një paketë shtesë financimesh për vitin 2012 që e kalojnë vlerën e $100 milion. Kjo bëhet me qëllim mbështetjen e vendit tonë në ndikimin e pashmangshëm të krizës ekonomike në Eurozonë. Përfaqësuesja e përhershme e Bankës Botërore në Shqipëri, Ksenia Levovski, deklaroi se këto fonde shtesë erdhën si prioritet që ka ky institucion për vendet që mbështet. Qeveria shqiptare kërkoi grupin e ekspertëve për të biseduar mbi nevojën e sektorëve specifik, ku duhet të financohen këto fonde. Nëse gjatë bisedimeve bie dakord për sektorët e duhur, për një angazhim specifik në sektorin financiar, atëherë Banka Botërore është e gatshme të financojë shifrën $100 milion, por edhe më tepër. Ekonomisti I lartë I Bankës Botërore, përgjegjës për rajonin e Ballkanit, Ron Hood, deklaroi se parashikimet për rritjen ekonomike janë bërë të paqëndrueshme në këtë kohë. Ai siguroi se për periudhën në vazhdim Shqipëria do të ketë një rritje ekonomike sa mesatarja e llogaritur për rajonin. Për 6 vendet e Europës juglindore, Banka Botërore ka parashikuar një rritje mesatare ekonomike prej 2.1%. Shqipëria është pikërisht tek niveli mesatar, në fund të listës është Bosnja dhe në krye Maqedonia. Megjithatë, parashikimet në këtë kohë janë të paqëndrueshme, sepse bota është e paqartë. Kjo vlen edhe për vendet e zhvilluara. Unë nuk mbaj mend të ketë pasur një kohë tjetër kur parashikimet ndryshonin çdo 5 minuta si tani. E pikërisht për shkak të këtyre parashikueshmërive, Banka Botërore ka bërë ndryshime në politikat e saj dhe ka ofruar fondin shtesë edhe për Shqipërinë, të cilin qeveria është e interesuar ta përdorë totalisht. Deklaratat e përfaqësuesve të Bankës Botërore u ndalën edhe tek çështja e borxhit publik, kufiri të cilit është afër shifrës ligjore prej 60% të prodhimit kombëtar. Sipas drejtores Levovski, shpresohet se fondet e bankës të ndihmojnë në uljen e trajektores së borxhit publik, duke zbutur pikat e dobta të ekonomisë në vend. Në parashikimet e fatmesme të qeverisë shqiptare, vjet re angazhimi I saj për të ulur borxhin publik në nivelin 60%, dhe sa më ulët të jetë trajektoria e borxhit, aq më mirë është për zbutjen e pikave vulnerabël të ekonomisë në kohën aktuale. Shpresojmë që financimi jon të përshpejtojë uljen e trajektores së borxhit publik. Fondet e Bankës Botërore janë përqendruar në 2 aspekte: financimi në aspektin makroekonomik, ku përfshihet pikërisht borxhi publik, si edhe në një aspekt më të veçantë të sektorit financiar, që është rritja ekonomike dhe konkurrueshmëria. Deklaratat e përfaqësuesve të Bankës Botërore u bën gjatë një konference për media, ku prezantua nisja e negociatave të këtyre përfaqësuesve me qeverinë shqiptare. Negociatat pritet të mbyllen pas 2 javësh, kur do të specifikohet edhe shifra totale e fondit shtesë, për të cilin ka nevojë Shqipëria.